Jemi këtu tek tregu i shqiptarëve, apo si themi ne tek pazari i shqiptarëve, në hyrje të Ulqinit, tek rruga që lidh Ulqinin me Tivarin. A është kjo një pamje e bukur për gjithë ato turistë që është gjëja e parë që shohin në hyrje të Ulqinit? Ditëve të pazarit nuk është kjo pamja më e mirë që ato mund të shohin, por ne tani duam të shkojmë të pyesim këto tregtar, këto shitës, përse zgjedhin këtë lokacion, përse jashtë tregut të shqiptarëve? Ju më tha që pjesa ku ju shitni paguhet. Paguhet. Kjo pjesa këtu ku jena, tanë paguajmë mujore. Edhe pse jeni jashtë. Edhe pse jena jashtë, e paguajmë nëse jena në tokë tjetër kuj, është privat këtu. A ne ka gardhi nuk paguajnë. A ne, se atë ne komunalja vjen edhe hek, po ata spysin për atë punë. Edhe Po si e shihni, është një pamje e mirë ajo për gjatë? Mirë se bllokohen makinat e bëhet në aksidente në gjë, nuk është e mirë, po s'ke që me bë. Po kanë hapësirë tjetër këto shitës që janë nën tjetër të rrugës, të afrohen dhe të shesin këtë anën tjetër? Po mirë, është me kënd e tanë bashkë këtu ku jena. A kanë vend? Po ka vend se këtu heket, të hek privati edhe këtu vazhdojmë. Edhe mreni këtu tanë paguhet me pare. Po si mendoni, cila është arsyeja pse këto shitës vendosen aty ku nuk ishte lejuar? Janë mësu, ata janë mësu, mos e pagu. Janë mësu ata. Shqipi tanë paraqitit, ata janë mësu, na që vim për i shkodit na paguim, edhe se diskutojmë pagesën. Što se tiče ove pijace, da vam kažem, ovo je najjeftinija pijaca u gradu. Ovdje prodaju oni koji proizvode, a na pijaci u gradu sve tezge, osim posljednje, su preprodavci. I mnogo je skuplja nego što je ova pijaca. Ovaj čovjek ovdje, on sam proizvodi, pogledajte, ovo je sve domaće i jeftinije 50% nego u gradu. E sad, zašto njima ne omogućiti da borbu za život, da mogu da slobodno prodaju svoje proizvode? Jer nije lako, ovo što on radi, to nije lako. Nije lako proizvoditi i prodavati. Ovi u gradu imaju duple cijene, znači oni dobiju iz tuzi robu i duplo prodaju, bez ikakve sa velikom zaradom, bez ikakvog truda. Plaćaju samo zakup tamo i ništa drugo. Ovi ljudi pošteno rade, zato što je to njihov proizvod. I treba im pomoći. Znači, tamo malo ima mjesta, treba naći mjesto za ove koji proizvode. Znači, treba tu negdje, znači, ovo što stoji tamo prazno, napravite im tezge tamo ili nek sami naprave, to je to. Ovo je poštena rabota, ono tamo u gradu to je trgovina. To ti kupiš 1 euro, prodaš 2 evra. To je trgovina. Pa repet më ka diti kejtë në veni për ta. Se këtu nuk është veni për me shit. A s'ka natë të që me shit, a munja të ja. A ta di kejtë lëbe me fitu venin. Se shihni këtë pamje që është në hyrje të Ulqinit e gjithë kjo jashtë tregut të shqiptarëve? Fjala e madhe, me thanë zvinë, ka me mundu dikush kur ka me mpa. E me thanë mirë ish, nuk ish mirë. Shitësit nuk kanë dëshirë të flasin, ndoshta për arsye se kanë edhe frikë të mos gjobiten apo mos të vinë të përzojnë nga ky lokacion. Ata thonë që nuk kanë zgjidhje tjetër. Një prej tyre thotë që kam 7 anëtar të familjes dhe do mbaj fëmijët me bukë dhe në shkollë. Ata thanë se po të kishin një vend tjetër për shitje, do përzgjidhnin atë vend. Momentalisht nuk kanë zgjidhje tjetër.